Ambasadori i ri i Italisë në Shqipëri Marco Alberti zhvilloi takimin e parë të tij në Vlorë që prej së detyrës. Alberti u prit në një takim në Bashkinë e Vlorës nga kryebashkiaku Ermal Dredha. Ambasadori i Italisë shoqëroi në këtë takim nga konsulli i përgjithshëm i Italisë në Vlorë, Achille Provenzano, ndërsa kryebashkiaku Dredha shoqëroi nga këshilltarja e tij, koordinatori e zyrës së Bashkimit Evropian Fabiola Deliaj, si dhe këshilltarja për mediat Ebrieta Maçaj. Perspektiva e qytetarëve a formimit profesional ndryshon dhe nga ndërveprimet kulturore, prandaj italianët e shumtë që jetojnë sot në Vlorë janë si në shtëpinë e tyre, sepse përveç natyrës së mrekullueshme, gjejnë gjurmë të kulturës së tyre, që dha memorum nga bashkëjetesa e gjatë me ta, shpreh ndër të tjera kryebashkiaku. Për të ruajtur e zhvilluar këtë marrëdhënie në çdo hallq që i shërben turizmit, folu me ambasadorin e Italisë në Shqipëri Marco Alberti dhe konsullin e përgjithshëm të Italisë në Vlorë, Achille Provenzano. Miqësi kaq të afërta sa të vendeve tona forcojnë e përmirësojnë zhvillimin e qëndrueshëm në çdo aspekt, thot ndër të tjera kryetari i Bashkisë së Vlorës. Fokusi kryesor i kësaj bisede ishin gjithashtu edhe investimet e huaja, por edhe turizmi, ku shumë italian tashmë zgjedhin Vlorën gjatë sezonit turistik për të pushuar, por shumë të tjerë prej tyre e kanë zgjedhur qytetin edhe për të jetuar dhe zhvilluar biznese.